Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa thaso se qeveria e tij do të punojë për zgjidhjen e problemeve të mpreta që ndodhen para vendit, përfshirë edhe ndriçimin e fatit të personave të zhdukur gjatë luftës. Ai vlerësoi të papërshtatshme deklaratat e njërit të kryeministrave të kabinetit të tij nga radhët e komunitetit serb, i cili përdori një term fyes ndaj protestuesve që nuk lejuan një grup serbësh të vizitonin një kish në Gjakov. Por nga ana tjetër, kryeministri nuk mbështeti as thirrjet për shkarkimin e ministrit në fjalë. Mollësisht nga Prishtina, njofton korrespondenti Leonat Sheu. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa tha sot se qeveria e tij do të punojë me Beogradin dhe përfaqësuesit e komunitetit serb për të ndriçuar fatin e personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Ai bëri këto komente në një konferencë për gazetarë në të cilën foli edhe mbi reagimet që nxiti ministri për komunitete dhe kthim në qeverinë e tij Aleksandar Jablanović, i cili kishte quajtur egërsira protestuesit në Gjakov që nuk lejuan ditë më parë një vizitë të pelegrinëve serb në Gjakov. Ministri Jablanović ka deklaruar se komentet e tij nuk kishin drejtuar ndaj familjarëve të personave të zhdukur, por megjithatë ndaj tij janë organizuar protesta me kërkesat për dorëheqje, për shkak të, siç thuhet, fyerjes së familjarëve të zhdukurve. Kryeministri Mustafa i cilësoi të pamatura komentet e ministrit të tij, ndërsa nënvizoi se anëtarët e kabinetit qeveritar duhet të merren me punën dhe përgjegjësitë e tyre të përditshme dhe jo me agjenda politike. Po ashtu ai bëri thirrje që të pushojnë protestat, të cilat janë mbajtur edhe sot para ministrisë për kthim. Policia tha se ka arrestuar disa persona gjatë kësaj proteste. Kryeministri Mustafa tha se fushatat nuk shfaqin respekt ndaj familjarëve të zhdukurve. Respekti është që ne të krijojmë kushte që të pagjeturit e tyre të kthehen, ose të kthehen spaku eshtrat e të pagjeturve. Respekti është që ne të punojmë me qeverinë e Serbisë dhe me serbët që ata të na ndihmojnë në këtë proces, dhe unë nuk shoh kundërshtimin edhe të këtyre njerëzve që kemi në qeveri, që ata nuk do ta bëjnë këtë punë dhe nuk do të jenë së bashku me ne, dhe unë mendoj se këtë proces nuk mund ta zhvillojmë kështu, nuk mund ta zhvillojmë përmes protestave, përmes fushatës, por duhet ta zhvillojmë përmes bashkëpunimit, përmes qetësisë. Ai tha se çështja do të diskutohet edhe në bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë që pritet të rifillojnë më 9 shkurt në Bruksel. Ndërkohë zyrtarët e Beogradit thanë se procesi i bisedimeve mund të pësojë një goditje për shkak të vendimit të qeverisë së Kosovës për të miratuar projektligjin që i ndërron pronësisë kompleksit të minirave Trepça. Deri tash ky kompleks administrohej nga Agjencia e Privatizimit, por qeveria e Kosovës vendosi që të hartojë një projektligj për ta shndruar atë në ndërmarrje publike, pasi që Gjykata e Lartë e Kosovës vendosi që Trepça të hyjë në procesin e likuidimit nga data 2 shkurt. Të hënën pritet që Parlamenti i Kosovës të miratojë me procedurë të përshpejtuar projektligjin për këtë çështje. Zëvendës kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić reagoi me zemrim, duke nënvizuar se kjo do të ishte një goditje serioze për bisedimet e Brukselit. Serbia pretendon pronësi mbi këtë kompleks, por kryeministri Mustafa tha se pronarët janë të qartë. Këto vendime asesi nuk duhet të ndikojnë procesin e dialogut edhe në marrëdhëniet të cilat ne dëshirojmë të rikonsolidojmë me Serbinë, sepse është një organizatë që është në territorin e Republikës Kosovës, që në pasuritë e Republikës Kosovës, dhe ne do të mundohemi që këto pasuri të shfrytëzojmë në interes të gjithë shtetërorëve. Ai tha se Kosova është shtet i pavarur që u takon qytetarëve që jetojnë në të, duke u përgjigjur komenteve të kryeministrit të Serbisë, i cili 2 ditë më parë gjatë një vizite në Kosovë nxiti reagime me deklaratat se Kosova është djep i Serbisë. Toka i takon atij që shfrytëzon. Ai që merr leje për me hyrë këtë tokë nuk mund të shpallë të toka se në toka ti. Kryeministri i Serbisë ka hyrë në Kosovë me leje të autoriteteve të Republikës së Kosovës. Kërkush nuk kërkon leje me hyrë në tokën e vet, por ka kërkuar leje të hyrë, sepse ky vend i takon Republikës Kosovës. Ky vend është i shpallur si shtet sovran dhe i pavarur. Kryeministri Mustafa mori këtë post më 9 dhjetor pas një blokade të gjatë politike që vuri vendin në një situatë të pazakonshme. I kritikuar ashpër nga opozita, ai është vënë edhe në ndryshim për rritje pagash në sektorin publik, një kërkesë që ai sot e cilësoi të pamundur për të plotësuar, me që buxheti i Kosovës nuk e përballon dot. Për Zërin e Amerikës, Leonat Sheu, Prishtinë.